prej dhëmshurisë dhe ndjesisë së lartë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me shokët e vet fukara është se Muhamedi alayhi salatu wasalam shqetësohej shumë dhe vorrejë ndryshimin në fytyrën e tij kur shifte ndonjë fukara në mesin e muslimanëve. Dëgjon në këtë rast të cilin e tregon shoku i tij Xherir ibn Abdullah. Thot kena qenë ditë për ditëve para dreke me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot erdhën një popull, një fis pi Mudharit, fis pi arabëve. Thot i kishte raskapit fukarallëku me tesha të grisura e me trupa të lodhur, edhe i mbanin shpatat. Nëse arabët i kanë bëjë shpatat zakonshëm. Thot dhe kur i pa pejgamberi alayhi salatu wassalam, ju ndryshu fytyra për mërzijës. Kur i ka pa fukarat, vetëm mi pa ju ka ndryshu fytyra. Thot Xheriri, edhe ju ndryshu fytyra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur i pa çfarë gjendje të mjerueshme të fukarallëkut janë këta njerëz. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam hini në shtëpi, ardh Bilali, u thirr ezani, u fal dreka. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam jo si të zakonshëm, se sukon e xhuma, ka hip khutbe. Edhe ka mojt. Dhe pejgamberi sallallahu ka pas ta traditë, jo shpesh dëgjoni, pejgamberi sallallahu ka hip khutbe. Kur e ka pas diçka ka hip khutbe, sepse khutbja ka qenë ai domethën zmadhusi, ai vendi ku i ka çu mesazh muslimanëve. Ka hip khutbe dhe sahabët e kanë ditë, si të hipen khutbe ka diçka, dëgjoje tash. Apo ka hip khutbe dhe ka lexuar disa prej ajeteve. Ku thot Allahu te bareke ve teala në surën Nisa, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha, deri në fund të ajetit. Se lexojnë shpesh dhe në çdo khutbe. Ku thot Allahu, o ju njerëz, drujuni Zotin, tutjuni Allahu xhel xhelalu, i cili juve ju ka kriju krejtve pini shpirtit. Këti të kriju pi Ademit alayhi salatu wassalam. Apo dhe thot Allahu xhela, pastaj ju ka shpërnda në për tokë. E kur ju ka shpërnda, ju ka nda në risk. Do i ka bë fukara, do i ka bë zengina. Edhe në fund të ajetit thot Allahu xhela, inna Allaha kana aleikum raqiba. Allahu e përcjell gjendjen e juve. Ju sheh, fukarat tu vujt e ka pas për njerëz zengina. Pastaj ka lexuar fjalën Allahu xhela në surën Al-Hashr, ya ayyuhalladhina amanu taqullah. O ju të cilët keni besuar, tutjuni Allahut, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullah. O ju të cilët keni besuar, tutjuni Allahut dhe le të shikojë si cili pi juve çka ka përgatit për nesër. Për nesër, ka thënë Abdullah ibn Abbasi, është ahireti. Dhe keni frikë Allahu xhel xelaluhu. Pastaj ka thënë alayhi salatu wassalam, le të jep dikush sadaka nga dinari vet, le të jep dikush sadaka nga argjendi vet, le të jep dikush sadaka nga petkat e veta, le të jep dikush sadaka nga gruri vet, le të jep dikush sadaka nga hurmet e veta. Pastaj tha alayhi salatu wassalam, qoftë edhe një çop hurme. Apo se ju dhimbte ata fukara, çka i pan? Thot erdhën do ensar. Edhe fillun me dhan sadaka. E njani prej tyre kish ku i kish mbush kesët me pare. Suni maj ke kesët. Thot Xheriri, suni maj ke kesët sa i kish mbush me pare. Në të kaluarën kështu i kanë pas, me kesë i kanë majt paret. Thot kur e pan këtë parin, se s'na ti majt kesët e pareve, thot njerëzit u motivun dhe hini si cëllin shpinë e vetë, po nxjerr diçka. Derisa u dhan pare, i veshën, i u dhan ushqim, edhe kur e ndrun ata domethën pamjen nga e mjerueshmja në diçka e cila është e këndshme, thot ju çel fytyra pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nga mërzia ju çel fytyra pejgamberit alayhi salatu wassalam. Çka argumenton kjo vëzër deri këtu? Nëse hadithi vazhdon. Shiko Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ndryshon të gjendje e fytyrës së tij kur shifte fukara dhe ndryshon të kur i shifte musliman, se si po vrapojnë mi mbulu nevojat e fukarave, nevojat e të varfërë. Ata njeriu vëzër nëse nuk jeton për këto vlera dhe këto virtyte, që njeriu të ndryshon çeri atij kur shef fukara, mos jeton rahat edhe në shpinën e vet, tani pse ka fituar me halal. Ka mundsi dikush thot, po unë me halal e kam fituar. Në rregull e ke fituar me halal. Pejgamberi sa me çka ka fituar? Megjithatë shqetësoj. Sa neve na sillen fukarat, rreth e përçart. Njerëz që s'kan. Apo shpesh ara disa njerëz na i lëndojnë. Andaj jadon te pejgamberi alayhis salatu wassalam kur falem te kushia.
Mos I leni kujshit pa ushim, se nga se janë fukara, s'kan, apo pastaj tha alayhi salatu vesselam kur I pa këta domthon vrapime për të dhënë sadaka, tha alayhi salatu vesselam, men sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghayri an yunqasa min ujurihim shay. Tha alayhi salatu vesselam, kush do që e nxit një vepër I parë në islam, e merr shpërblimin e vet, edhe kejt atyre që kanë bërë mirë shkaku I tina. Ky I pari që ka dalë pjensarve dhe I ka mush kesët. Ky I ka nxit këtë sahabët me dhanë. Apo, nëse njerëzit janë çështu vëzë. Njerëzit janë çështu. A ke pa kur bajnë mirë, tash shiko, tash në Ramazan, pse shumica e ndrojnë stilin e jetës? So shumica. Andaj ti është mas Bajrami xhamia është prazë. Pse s'vrazët? Se, domthon, nuk është e thirrë shumica. Edhe pse është e thirrë shumica në bazë, mirë po në Ramazan thot marrë pi ati, marrë pi këtina, apo njerëzit janë kështu. Andaj tha alayhi salatu wasallam, kush nxit I pari, ai ka shpërblimin e atij që ka bën mbas, duke mos ju paksuar shpërblimi atij tjetrit. Andaj Imam Shafiu kur e ka komentuar këtë hadith, ka thënë, e sa ka shpërblim vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që çdo e mirë që ka bëhet në dunja, I njëherë I shkon se vapi atina, pastaj të tjerëve, është shpërblim pa hesab. Pastaj thot alayhi salatu wassalam, e kush bëhet në islam sebeb që të bëhet I pari gjuna, dikush e nxit gjunain. A mund ta parë I pari që ka bëu kamat, I pari që ka bëu zina, I pari që ka vjedh. Andaj tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çdo gjuna që ka, çdo vrasje që ka bëhet në dunja, çdo vrasje që ka bëhet në dunja, mas pari I shkon kabilit, pastaj këtij vrasësit. Çdo vrasje që ka bëhet pa hak në dunja, me mia, me qindra mia, miliona, njëri I shkon djalit Tademit, ai që ka vrarë vllavin e vet. Pse? Sa I pari e ka bëu ata. Ruju mos u ban I parin të keqe, a banu I parin të mira. Andaj tha alayhi salatu wasalam, kush bëhet I parin të keqe, e merr gjunain aty asaj vepre. Dhe këta ata që kanë nxitën pas asajna, pa ju paksue këtina që ka bë këtë të keqe. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në nxitjen e muslimanëve që të ndihmojnë atyre të cilët nuk kanë prej fukarave.